Nxjerr nga fyti dhe mushkërit gëlbazën, receta e gjyshes që u bën të merrni frymër lirisht. Zgjedhja e problemeve natyrale për alergji dhe kollën nga ftohja mund të jetë edhe në shtëpinë tuaj. Koha është e alergjive stinore ndërkohë për shkak të ndryshimeve të temperaturave dhe ndryshimeve drastike, shumica e njerëzve janë të ftohur. Meqense simptomat përcjellëse të dyja rasteve shfaqen me kollë sekrecione të dendura, i cili vështirë të nxirret jashtë, ndërkaq te shumica krijohen edhe shtytje për të vjedhë. Vetëm kollitja nuk është e mjaftueshme, por nevojiten të pastrohen mushkëritë dhe fyti nga gëlbaza e shtresuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ne ju rekomandojmë të zgjidhni plotësisht receta natyrale të cilat shumë shpejt do ju sjellin lehtësime. Përbërësit që ju duhen në këtë rast janë 7 deri në 8 copa të vogla xhenxhefili, 1 lugë e vogël me piper të zi kokër, 1 lugë mjaltë dhe 2 filxhan ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: ngrohni ujin dhe sapo të fillojë të vlojë, shtojeni në të xhenxhefilin, shtoni piperin, e mbuloni dhe e lini të vlojnë për 1 minutë. Uleni zjarrin dhe e lini të ziejnë ngadalë për 5 minuta të tjera. Do të duhet të fitoni lëngun e kthjellët në ngjyrë të verdhë. Ftoheni pak, më pas kulloheni dhe ëmbëlsoheni me 1 lugë mjaltë. Derisa është ende i ngrohtë, pini pak si çaj dhe shumë shpejt do të ndjeni lehtësime të dukshme. Për lehtësime sa më të shpejta, mund ta pini këtë çaj 2 herë ose 3 herë në ditë dhe gjithashtu rezultatet do të jenë mbreslënëse. Stina e virozave shoqërohet me njësoj simptomash problematike, siç janë rrjedhjet e hundëve, kolla, të shtima, sekrecionet e tepërta. Këto të fundit duhet të largohen nga rrugët e frymëmarrjes me shpejtësi dhe në mënyrë efikase. Receta e mëposhtme arrin të trajtojë me efikasitet të gjitha simptomat e virozave dhe të largojë sekrecionet. Receta e sugjeruar ka 3 përbërës: mjalti, limoni dhe xhenxhefilin. Të treja këto përbërës forcojnë sistemin imun, eliminojnë sekrecione dhe mbrojnë shëndetin. Për këtë ju duhet kjo recetë duke filluar në zgjedhjen e përbërësve si 1 copë xhenxhefil 2 cm, 100 ml ujë, 100 g mjalt, 4 lugë gjedhe me lëng limoni. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen e recetës. Zieni xhenxhefilin në një çajnik me ujë për 10 minuta, më pas hidheni në një filxhan dhe e lini të ftohet. Shtoni mjaltin, limonin dhe më pas i lini përbërësit të rrinë gjatë gjithë natës. Këshillohet që në mëngjes të filloni të konsumoni këtë pjesë dhe pjesën e mbetur ta mbani në frigorifer. Ju duhet të pini 40 ml nga lëngu i recetës çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqime. Përsëriteni recetën për 40 ditë, për të cilat duhet të bëni 2 javë pushim dhe ta përsërisni procedurën për 40 ditë të tjera. Pas kësaj periudhe, imuniteti juaj do të jetë më i fortë dhe më i mirë. Nëse këtë recetë dëshironi ta përdorni për të larguar sekrecionet, ju mund ta shoqëroni atë me disa trajtime me avull. Lëngun e përgatitur mund ta zieni dhe ta qëndroni sipër tij për 5 minuta. Kështu do të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e frymëmarrjes. Mjalti në këtë recetë është shumë i fuqishëm kundër mykut, virozave, bakterieve dhe inflamacioneve. Limoni është i pasur me vitaminën C, substanca që rrisin imunitetin. Xhenxhefili është i rëndësishëm dhe efikas në largimin e sekrecioneve, dhe kombinimi i këtyre produkteve në një recetë të vetme sigurisht që do të japë rezultate fantastike në lehtësimin e inflamacioneve dhe ftohjes së sezonit. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkëri si pasojë të ftohurës ose gripit mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi që shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një kollë të fortë nëpërmjet të cilës mushkëritë përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmet që shkaktojnë bllokime të krahërorit nga sekrecionet ose siç njihet ndryshe gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pasojë e bronchitit, astmës, fibroze cistike dhe alergjive. Ju mund t'ju vijë në ndihmë mushkërive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supra, çajra bimore të tjera. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduar nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është shumë efikas për pastrimin e mushkërive. Sipas informacioneve, një i rritur mund të konsumojë 1 lugë gjedhe me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqimet e tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecionet, për këtë ju duhen këta përbërës:
gjysmë lugë çaj me xhenxhefil plur, gjysmë lugë çaj me spec plur djegës, çerek filxhan çaj me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjedhe me mjalt, çerek filxhan çaj me lëng të freskët limoni. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Zjeni së bashku uthullun dhe lëngun e limonit. Sapo të marrë val, hiqen nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. I përzjeni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme të cilën mund ta hidhni në një shishe qelçi. Rekomandohet të konsumoni një lugë gjedhe 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit që kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkërive nga sekrecionet e trasha, rekomandohet të përdorin dy jastëk. Koha duhet të tregojë edhe ndryshimin. Kokën duhet ta mbani të ngritur që të pengojë kollën dhe problemet e frymëmarrjes. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë. Mos neglizhoni konsultat me mjekun pasi këto receta janë alternative dhe mund t'ju vinë në ndihmë për momentin derisa të merrni trajtimin e specializuar. Një nga problemet më të mëdha shëndetësore që prekin shumë njerëzit janë toksinat që prekin mushkëritë. Prandaj pastrimi i mushkërive mund të jetë një mënyrë për të parandaluar çrregullimet e frymëmarrjes. Këto janë disa nga mënyrat për të realizuar pastrime efikase. Pini një filxhan çaj bimor përpara se të shkoni për të fjetur. Pini lëng ananasi çdo ditë, ato përmbajnë antioksidant natyror që forcojnë rrugët e frymëmarrjes. Para mëngjesit, shtrydhni 2 limona në 300 ml ujë. Konsumoni 300 ml lëng grepfruti. Nëse nuk ju pëlqen shija, zvendësojeni me lëng ananasi. Të dyja këto lëngje përmbajnë antioksidant natyror që përmirësojnë sistemin e frymëmarrjes. Midis mëngjesit dhe drekës duhet të pini 300 ml lëng karote, citonel lajm. Ky lëng do ju ndihmojë të alkalizoni edhe gjakun gjatë pastrimit. 72 orë gjatë kohës së drekës pini 400 ml lëng të pasur me kalium. Kaliumi vepron si një tonik pastrues. Bëni 400 ml lëng boronice përpara se të shkoni në shtrat, i cili ju ndihmon edhe në luftën kundër bakterieve që mund të shkaktojnë infeksione të mushkërive. Mjekët sugjerojnë të bëni sa më shumë ushtrime gjimnastikore, të paktën 30 minuta në ditë vrap, ecje ose edhe pedalimi me biçikletë. Do të ishte nevojshme të merreni me aktivitete fizike për të vënë në punë kapacitetin e mushkërive. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer që mundëson mbrojtjen nga probleme të ndryshme. Në këtë video do të mësoni për ushqimet që pastrojnë dhe detoksifikojnë këto organ të rëndësishëm siç është edhe përfshirja e çajit jeshil në dietën tuaj. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një çaji të ngrohtë me çaj jeshil përpara xhumit. Kjo do ju ndihmojë të pastroni organizmin dhe mushkëritë nga toksinat, por edhe të ruajë sistemin tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Në dietën tuaj shtoni gjithashtu lëngun e limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje efikase. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe alkolike. Lëngu i karrotës mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i rastit tuaj. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë mund të ulin rrezikun e sëmundjeve në mushkëri. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson sekrecionet bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant. Spinaci, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Gjithashtu mund të shtoni rigonin dhe energjikun si lehtësuese të mira të çështjeve tuaja. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bakteriet dhe llojet e sekrecioneve. Mund i përdorni si çaj ose edhe si element bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteriet. Në energjiku qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes, të dyja bimët duhet të bëhen pjesë e regjimeve ushqimore. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.